Kujtëzinjët tetovar në kuadër të fazës përgatitore të përgatitjeve për pjesën e dytë të kampionatit, sot zhvilluan ndeshjen e tretë kontrolluese në Antalya të Turqisë. Kundërshtari i ekipit kujtëzi ishte klubi i futbollit Sarajeva nga Bosnja e Hercegovina, ndeshje e cila pas 90 minutave lojë përfundoi me fitoren e Shkëndijës me rezultat 3-2. Autor të golave për ekipin kujtëzi ishin Besart Ibrahimi, 2 gola, 1 nga penaltia, dhe Spahiu, ndërsa për Sarajevën shënuan Beganović dhe Zenullau, autogol. Stafi teknik që e drejton Jeton Beqiri, edhe këtë kontrolluese, e shfrytëzoi për të dhënë hapësirë pjesës më të madhe të futbollistëve që kanë në disponim dhe për të rritur nivelin fizik dhe taktik të skuadrës. Kujtojmë se në 2 ndeshjet e para kontrolluese që u zhvilluan në Antalya, kujtëzinjët barazuan 1-1 me ekipin ukrainas, ekipin Oleksandria, dhe pësuan humbje 1-2 nga ekipi Podbrezova e Slovakisë, ndërsa ndeshjen e fundit kontrolluese do ta zhvillojnë me një shkurt kundër ekipit Ordabasi nga Kazakistani, kur edhe do të kthehen në vend për të vazhduar fazën e fundit të përgatitjeve, deri më 10 shkurt, kur fillon pjesa pranverore e kampionatit në ligën e parë të futbollit vendor.